Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit. Sonte, para juve, është i ftuar ish futbollisti dhe aktualisht treneri në Akademinë e futbollit të klubit të futbollit Shkëndija, zotëri Ibrahim Luma. Luma, mirë se erdhët në studion e televizionit Koha. Mirë se u jeta dhe falenderoj për ftesën që na keni bërë. Atëherë, fillimisht për opinionin më të gjerë na thuaj kush në fakt është Ibrahim Luma. Ibrahim Luma është i lindur në vitin 1962. Jam i martuar, kam 2 fëmijë. Faleminderit. Kur i keni filluar hapat e para me sport, gjithsesi me futboll? Shqipni, në më para ka qenë problem të miresh me sport, sepse i ndjeri prindi jem, veçanërisht ai ka qenë kundër futbollit. Dhe përpara nuk si tash prindi ta bere fëmijën ta regjistroje, atëherë në atë kohë u mbashin turniret në shkollat e mesme, fillore. Ishte një trener arsimtar i edukatës fizike Marko Ilievski, dhe ai i përcjelli turnirin gjatë 3 ditëve aty dhe na shënon ja 5-6 lojtar dhe u aktivizova atje. Mas aktivizimit unë kishëm një farë frige se ndoshta prindi dhe kuptoje të kem pak probleme. Mirë po, me kalimin e kohës, filluam atje përgatitjet edhe ne ishim shumë pak se atje në atë kohë shumë ka qenë vështirë të deportoheshin në shkollën e futbollit të Teteksit. Ju keni debutuar në klubin e futbollit Teteksi, do të thënë nga shkolla e futbollit. Atëherë e mbani mend kur keni debutuar në ekip dhe kundër kujt? Ne atëherë ka qenë vetëm turnire u mashim për pionirët, jo si tash si ka gara bujnë, atëherë ishte turniret. Mashin turniret Shkup, në Manastir, në Prilep, kum debiton me Makedoninë e Gjergje Petrovit në Shkup, e kina fiton ndeshjen, kina qenë 3 ekipe, edhe të parët kina qenë ne, kina fitu Vardarin dhe Gjergje Petrovin. Në ekipin e parë kur keni debutuar? Në ekipin e parë, kur ka ardhën puna për të debutuar atje, na kanë marrë në përgatitje, edhe si pas zanave tatire, se shumë lojtarë vishin nga Serbia, Shkupi, për Makedonisë, rënë ka qenë tetovar të debitojnë ati. Përveç që kanë qenë shqiptarët, përveç Aqim Mehmetit dhe Buran Beadinit. Edhe në atë kohë, lindi një ide e klubit të muazojnë bashkë me një 4 lojtarë, palës tjetër, të shkojmë në PKB Junkon në Vranje. Mirë po situata atëherë si ishte në Kosovë, une kishëm një farë frike që detyrona të shkoja gje. Mirë po Teteksi kishte edhe filialën Vardarin e Bërvenicës që garon të ligën e 3 të Makedonisë, ku bëshin gara Shkupi, Sloga i Shkupi, Skopja, Metallurgi, Ballkani, Gosivari. Edhe në atje muhavzon për 2 vite, se prigova, edhe ishëm shkollë të mesme une, u detyrova të shkoj të luaj atje 2 vite, fitova një farë përvoje. Mas ato erdhë interesimi i luvatenit. Cilët lojtarë tjerë shqiptarë ishin bashkë me te atëherë në Teteks? Në Teteks kanë qenën indjeri Naser Beadini, vllai Buran Beadinit, Qazim Muaremi, edhe Gaju Rezepi. Gaju Rezepi ishte një 2 vite ma i ri se ne, edhe ai bashkë me ne. Dhe ka qenë rënë, shaban se në atë kohë, 3 lojtarë luishim shqiptar, 2 rezervë, e në ndrimet u bashin dërmet nes shqiptarve. Jo të ndruje Maqedon, po të dhe me thëmë bitë 2 vetë asë një herë nuk e pas në formacionin e parë. I ndryshin ato. Cilët ishin sukseset më të mëdha në atë kohë në ekipin e Teteksit? Sukseset më të mëdha kanë qenë se shkolla më e fortë ka qenë përherë Vardari, po ne ishim. Mirë po, arritëm finalen me Vardarin, edhe më kujtohet në ndeshje para se me lujtë Vardari me Sarajevën, para ndeshjes kina lujtën, ka pat afër 15.000 veta,
E humbëm kupën me penalti. Që e suksesi më i madh. Pastaj, si ndodhi kalimi nga Teteksit tek Luboteni? Se Luboteni atëherë ishte, me sa di unë, simboli i futbollit në qytetin e Tetovës. Po, tetovarët për kanë qenë për Lubotenin. Për Lubotenin, e më shumë kanë luajtur shqiptar, turk, rom, nuk kanë bënë datësi sikur Teteksi. Teteksi ndryshe ka qenë. Edhe pastaj u aktivizova te Luboteni bashkë me Afet Kurtishin. Para asaj Luboteni luftonte për kreun e tabelës për të hyrë Ligën e Dytë Jugosllavisë bashkë me Teteksin, pobedën e Prilepit. Në atë kohë ishin Mehmeti, ishin Perica Gruevski, ato lojtarë, Nezmeti Sinani. Edhe mbas asaj atij kampionati nuk u arritën atë sukses, edhe filluan disa lojtarë t'i largojnë, edhe na ofruan mua Afet Kurtishin, Jove Buzhinovskin. Edhe unë ja di për një falënderim shumë të madh Nezmetin Sinani se ka qenë një lojtar. Sot e kësaj ditë me shoqëror si ai, unë besoj se mund të kese. Shumë na ka ndihmuar. Ajo Shaban kur kje një njeri që është më i vjetër, edhe të respekton, normalisht. Edhe të sigjuron krejt ato, ma lete kina pat unë edhe Afeti, mas pak kohë edhe marrim Qazim Maremi ka qenën, dhe me një turnir kina shkuën për një majnë në Bogovin, kina lujtën në turnirin Nezmeti Sinani e përcjeli Sheismail Munishin. Ishte me vërtet i ri djali edhe bisedum me trenerin Spirko Marinkovskin, thonë, ne vinja djali, edhe a djali erdhë përcjeli sa kjo kishe fillu pin pioneret, dhe ishte shumë lojtarë maj mirë. Edhe a ju aktivizu, bom 6-7 lojtarë. Edhe Arunisa filloj se, Arunisa ishte si 17 vjeçar. U bo një ekip shumë e mirë. Luboteni ka patë suksese në atë kohë, ishim 6 lojtarë, shqiptarë që luishim. Dhe në Luboten keni luajtur deri në vetësimin e Maqedonisë, pra pas vitit 91, kur deri 92. Kur në vitin 1992 kur u rithemelua klubi i futbollit Shkëndija. Si ndodhi kalimi nga Luboteni tek Shkëndija? Shqip, atëherë në atë kohë, pas largimit të Nezmetin Sinanit dhe Ismail Sulejmanit, ato e aktivizuan si trener Aqim Mehmetin të Ndjerin. Mirë po ai duke parë ekipa pa përvojë, dhe bisedon me udhëtsin, që sot pa tjetër duhet marrim dhe një lojtar me përvojë, se atër ishin di liga, di grupe, edhe i parë edhe diti shkushin atë play-offin, edhe ishin 4 ekipe, edhe ai duke parë situatën, bisedon me kryesin, ato thonë, si të munish me Lubotenin të bisedosh, ai hinë bisedime me kryesin e Lubotenit, kanë qenë tafër shumë ato të kryesin, edhe bisedojnë me atë, edhe u zërgonë se vetëm ju mund të bisedojni me njerin. Shtash nëse pranon, mirë, nëse s'pranon, shëndosh. Sigurisht. Edhe ne mas çdo ushtrimi Luboteni kur bëjshim stërvitjet ato, mas çdo stërvitje unë i pshem në tribunën atë, i përcissim treniget e Shkëndijës. Edhe Indjeri Irfan Xhelili, bashkë me Abil Bezetin dhe Ibrahim Kabashin, bashkë u afruan dhe më thanë, a vënd të ndihmosh? Unë e thash me çfarë da aspekti, tregoni unë, nuk ka problem. Sa kështu situata, a dhe pranisht të në ndihmosh në kvalifikime. Thash, nuk ka probleme, pa ku një farë kushti. Unë vetëm luj. Luj edhe, unë e kom dhane një intervist e Shpen Pustina. Unë thonë këtë e bëj vetëm për fëmijët tonë, sepse në atë kohë s'mushin kretë shkojnë të tekst. Ishte numri i kufizum atje. Edhe fëmijët tonë më shkojnë të përkullen më atine, edhe ta kenë shkollën e vetë. Edhe pranova.
pranova pak një farë. Në Shkëndi ke luajt nga Liga Komunale, Liga e tretë deri në Ligën e dytë. Cilët momenti mbani mend? Ma para njerë luta në të kvalifikimet. Po. Me Slobodën e Saraqinës. Po, finalja ka qenë ma ato. Edhe pas asaj, duhet të kthena prapë se në huazim ishëm për Lubotenit. U ktheva në Ligën e parë, se Luboteni praktikisht hini në Ligën e parë. U ktheva në Ligën e parë, 6 muaj vazhdova atje. Edhe si pas gazetave veçerit, e gazeta e dihet çfarë ka qenë, mirë po si pas notave, u shpalla mbrojtësi 6 më i miri në Maqedoni. Edhe prap, duke parë se Ligë e parë ndryshon, prap pranova të kthena në Shkëndi të luajnë Ligën e tretë. Edhe mësut e kësaj dite, kom thanë edhe shokëve, kolegëve, ajo ndeshje me Fortunën, kur s'do të harrohet. Pikërisht. Afro 20.000 tifos, po 20.000 tifos, po unë kur e kujtoj ai sigurimit të dera, kur i na afru tim në zhveshtore, më thot, mu thot, e dini be gjema çka më ndodh, me humb çka do ndodhe. Ishte ajo, mund të thotë se ai ka qenë ndeshje historike për klubin e futbollit Shkëndi, a? Ajo ka qenë, unë mendoj se historike ka qenë. Edhe fuzëm në zhvestore, edhe unë e thash dhe dalë pak ka fushat të përcelit atmosferën a gjithë, që ka dhe shojsh. Për ora 1 ishin në bush stadiumi, edhe himi rejna u thëmë lojtarve, gjima dalim për jashtë. Dhe dalish ma mërë, para ndeshjes në dalja jo euforia, ta shumë një ata dalim kure pa, në kretë në kam, shumë kretë publiku në kam. Edhe fuzëm në zhvestore. Edhe thëmë gjime, mos të frigoni. Kjo lojë fitohet pa qetar. Me të vërtet kishim ekip, ne ishim Ibrahim Osmani, Qati Osmani, Bikim Ameti, kishim Rezep Qallindi. Edhe rezultati mbeti 4-1, ashtu? 5-1. 5-1. Bilem kujtohet Albert Haxhia gollin e parë, shënon, ditin Qati Osmani, mas fillon qata në ato stilet e jetëve të njohura, po. Po. Edhe ajo ndeshje ishte përfundimtare. Edhe në fund tortën e pret së bashku të gjithë, ashtu? Po. Ku e hëngret tortën? Tortëja ishte të, shumë kujtojt, ai restorani ishte me një fshat. Po. Atje shkum, atje festum, bërte ishte knasi e madhe. Mirë po une, çdo herë ceki, une i faleminderoj gjeneratën e 79-ës, se ato s'duhet harohen kur njerë, se sakrificën më të madhe ato e kam bërë. Po më sërbim gjeneratat tonat, dan nga dalë këto që tash si vinë, edhe vazhduam Ligën e ditë. Edhe erdhe ish treneri Prishtinës, Isni Maxhuni. Edhe ati me 2-3 përforcime u bëm ati, ishim konkurent për vend parë, ishim ne dhe Shkëndia Raqinës dhe Makedonia Gjorgje Petrovit. Probleme gjithmonë me ata ekipe. Shaban, ne edhe Ligën Komunale ka pas Shkëndia probleme, edhe në Ligën e ditë. Unë vetëm të ta ceki dënimet që ka në ka bërë Zingo Ivanovi, kohën kur një ndeshje me Bergalnicën e Shtipit, i të një di persona atë, nuk sulmon, vetëm se i të në fush e ndërperen lojen, Shkëndia u dënon me 70.000 marka gjermane, 10 loja jashtë 100 km në struk, edhe a jetë Shosholli u dënon me 20.000 marka. Edhe para me ndërë çfarë kushte kishim, çdo të premte duhet të ne deponojmë 10.000 marka gjermane për ta luajtur ndeshjen ditën e diell. Kjo s'ka ndodhur, nuk besoj se do ka ndodhur. Me çdo kusht është bën që për herë pengohet Shkëndia të pengohet. Po. Megjithatë, Shkëndia i rrezoi të gjitha ato ndryshimit atine dhe u bë simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Unë kam thënë, thashmë në atë intervistën e Shpërndarësinës, Shkëndia ka ardhur me si me një kohë Prishtina, një Jugosllavi ka qenë për shqiptarët, edhe Shkëndia ka në atë. E mbani mend sa ndeshje keni luajtur për ekipin e Shkëndijës? Unë atë mendoj se afër 100 ndeshje kum patën.
Unë shenu 2 gola. Që ajo, mas ades Abdiladif Veseli në kryet e klubit, vendosën që të aktivizohen atë shkolla, punuj me junior, edhe treneri ekipës parë se bashkë ishim në ligën e parë. Do me thonë, me njerë atë vit ju edhe përfunduat karierën si futbolist aktiv. Po edhe atë ndeshje lëmë të mire e këmë lujtë kundër Sileksit në Teto. Unë nuk e di, a ka pa tjetër që ka lujtë dhe një lojë lëmë të mirë. Të gjithë sportistët e vjetër që i kam pasër, asë një deri më tani nuk ka thonë se ka zhvilluar ndeshje lëmë të mirë, përveç kjo është ere e parë nga Ibrahim Luma, i cili ka zhvilluar. Çka ju përgatiti klubi në atë ndeshje? Kishte disa dhurate, ajo, unë nuk i llogariti dhuratat, vetëm... Dhurata më e madhe është organizimi i ndeshjes lëmë të mirë. Pastaj fillova me junior. Dhe me thonë, me njerë pas edhe keni filluar të punonin si trajner në Shkëndi. Edhe në atë kohë, Shkëndia për herë të parë hini në ligën e parë të Maqedonisë. Atër ishte ajet Shosholli trener, me ndihmësinë e tij Ismail Sulejmani. Dhe dihet se çfarë ndodhi në ndeshjen me Bellasicën, me Bregalnicën. Me Bregalnicën, po, edhe në atë kohë ajet Shosholli më dërgonte në çdo ndeshje me çdo kundërshtar që duhet lujej në çdo lojë. Si skaut, a? Po, si skaut, ti përcjellë lojët, edhe vetë si lojtar ke qeni, ke lujt kundër atajne. I njohësh sa do. Po, edhe kesen diçka, një ori, se kishte lojat, me ti si u motivoshin kundër Shkëndijës, ajo... Vazhdon stili. Stili, ajo dhe vazhduje. Unë e këmë thonë, ajo dhe vazhduje. Pastaj, Basi Shkëndia sërish u kthye në ligën e dytë, pati një farë krize, ndërsa ju me sa duket mu ishit treneri parë. Jo, njerë mas ramjes i ligës parë, atër që ka ndodhe ajo ndërprerja me Bregalnicën e Shtipit, ato me çdo kushte kishin që ta lojnë skenari i para përgatitur. Po. Edhe erdhe Rauf Ramadani, krijetari i klubit, edhe duke parë gjeneratën që u udhëheq Shimone Berati Merin, Burhane Murllaj, kishin një gjenerat shumë e mirë, Arsim Ibrahimi, Mici, ka qenë shumë një lojë. Ere, më thirin bisedime, më sa, a mund të garojmë në ligën e ditë me disa lojtarë të vjetër që ka i kina, 4-5 lojtarë, edhe me këto nxënësit e shkollës. Edhe unë zash po, mundet be, edhe bashkë me Zeni Arifin fillum. Pilotjarët e vjetëve ishin Sheh Ismail Munishi, Recep Kamili, Samet Zeneli, Nebi Mustafi. Nebi Mustafi ishte lojtar i ri, edhe e bëm një ekip shumë të mirë, ku arritëm në vendin e 4 me 18 pikë. Mirë po më njerë mas përfundimit pjesës parë problemi me udhësinë e klubit, nuk u pajtum me disa gjana dhe u largum. Ne erdhën Isni Mazuni me Rafet Prekazin. Pastaj pra vazhdova me shkollën. Mas një kohë erdhë një krizë, unë nuk e kom të cekë, ku se ka cekën, të ndjerin Kujtim Vela, unë të tashun e Kujtim Vela dhe indjerja që me meti kam pat ndikim të madh. Veçanërisht Kujtim Vela kretë pajisjet me një motociklet i mbante në shtëpi, pastronte, i lante, na i bike në ushtrime. Se ne s'kishim zvestora atë në ligën komunale. Dhe me thënë, një argat papages tribunës, apër tribunës kina qenë, ati u veshim bike shi, unë shpesh ato, se Luboteni kishte Mirko Petrova, Mazhunarova, të më thëshin mu, animor, e su ushtro me ne këtu, mëse e luj për ato. Jo, kum pranu unë këto këto dhe ushtroj, me këto kushte, normalisht. Edhe, pastaj, erdhë një krizë, të u plitke se ja formu një kryesi tjetër, dhe fillojnë vetëm me Rafet Prekazin. Mirë po ndodhi ajo që mos pajtimet, për rreth e shqiptarët mos pajtime ka.
Edhe unë duke pi kafe të indjerja që me meti, bashkë bisedojshim për futbolin, vinë kujtim vela, në thotë mu, qka preti këtë une jam atje vetë, ka fillu përgatitje s'ka së treneras kryesia, s'kur gjonë. Sa shani me kujtim ma qetë pak, për atë po unë dhe fillojmë ne, nuk ka problem. Edhe a që imi shumë mirë. A kush mbeti kryetari klubit atëherë? Kryetari ishte Raufi. Mirë po ishin... Me probleme? Jo me probleme. Ato vendosën tje se indjeri Sami, Kuca Sami, aj, dhe Ibrahim Kabashit Urani, Nusret Aliu, edhe një nuk e di kush ka qenë, edhe një mos marrëveshje edhe janë largu. Edhe kanë lënë klubin ashtu, edhe unë fillova me qëto fëmijët bashkë, bile para se me fillu kampionatin janë një javë... Në kom duket se erdhë pastaj Recep Bexheti u bë kryetar. Jo, Recep Bexheti ka qenë atë në situatën ligën e parë, ku në dënun. Edhen Xhelali Idrizi, Arberi, edhen shumë vezat, ndihmojnë, ishte situata ashtu. Thështë ka qenë kjo në ligën e ditë. Edhe duke parë situatën, edhe unë u aktivizova, bashkë me Zenijën, i morëm fëmijët, punojshim, përgatitshim për kampionat. Derisa të zgjidhet problemi, do të vijë një kryesi e re, pa do një trener, do të bjena. Edhe shkojshim loja misore, shku me një turnir në Bërvenicu manke, ishin të teksi Jugohromi, ato ishin ekipet ligës ditë edhe ato. Edhe me që to në zonë si fitum venën e parë ne, edhe java për të fillu kampionati. Duhet të luajmë me vllaznimin e Strugës. Ishte ditë e mërkur, une bashkë kishëm menën bisedoj me mediumet e ne të tregojmë, kështu nuk shkon, se duhet të udhtohet atje, duhet dreka, duhet të organizona. Mirë po, u gjindët. Nusret Aliu, bashkë me vllajën e tij, Harun Aliu, u afruan atij, erdhën thonë, gjimasë, punojni, vazhdojni, ne dhe ndihmojmë derisa të dalë dhe një sponsor. Klubin s'mund ta lëm kështu të shkatërrohet. E ne fillum bëm disa ndeshje, edhe erdhë rasti Sinan Idrizit Hajbari. Erdhë në atë kohë, dhe ai u kiqin në atë situatën, e morë klubin, rëmu Bilbi Sokolin, Edmund Miha, drejtor sportiv, shumë ratë. Edhe u rregullun disa gjëra, fillun u stabilizu klubi, stabilizu, po. Edhe u kthye në ligën e parë. Ligën e parë, në ndihmë, po. Po, edhe doli rasti konfliktit dimenjishëm. Dimenjishëm, po. Edhe problemi i madh. Shqipë fakën e ne vetin në fajtorë, se neve në erë urdin që në ndeshje s'kan të to. Por të luajnë të to, jo. E ne udhëtësia klubit Sinani, pro vendim, se më luajnë të tove, ne jashtë të tove se në luajnë. Shumë normal. Edhe ato kanë bisedu, i kanë thonën, vetëm vazhdoj garat, se ju të qitë një prapë në ligën e parë. Mirë po, s'duhet ku ne të besojsh. E thonë mja dhe bëmja, kishte dallim të madh. Ki u besoj shumë, edhe erë puna rampi ligës ne, ligën e ditë. Pra ndodhi një situatë, jo s'kishte udhëtësi, dhe prap u aktivizova, vetëm u shkatrohet klubi. E që ashtu fëmijët e shkollës me ato, disa lojtarë vjetër. Ti tërë kohën ke punu faktikisht në Akademinë e futbollit të Shkëndijës. Sa i kënaqur me punën dhe cilët do t'i veçojsh ata lojtarë të cilët kanë dalë nga ajo akademi që kanë qenë edhe bartës në ekipin e Shkëndijës? Shëman, me ato kushte që kanë qenë, unë jam i kënaqur shumë, kanë dalë shumë lojtarë të veçanërisht kje Agim Ibrahimin, Argjend Ramadanin, Ferhan Hasani, kje gjenerata tjera që vinë në basë, ka këto Vullnet Emini, Burhane Murllaj, Berat Imeri, Arsim Ibrahimi, shumë të tjerë kanë dalë. Ndoshta edhe i kemi haruar. Ndoshta janë haruar, ama shumë gjenerata. Jevzal Jahiu.
Një emër i njohur që ka qenë, po. Cilët që sukseset më të mëdha si ekip me Akademinë e futbollit? Shqip, me Akademinë e futbollit, ne vitet e 2016, 2017, 2018 kina pasur sukseset mëdha, krejt gjeneratat duke marrë prej Beratit, juniorve, Bekim Osmanit, kadetve, Taxhedin Kasamit, pionerve, edhe une, pioner të ri. I morëm kupat, vendet e para i fitom, dolen shumë lojtarë të ri, dolen në ekipën e parë. Në sipërfaqe, po, në sipërfaqe. Edhe tash, po punohet, unë të ceka, në çfarë kushte punojmë, kjo është sukses i madh. Shqipte, kje dy mbrojtësat shkollës, të akademisë, Imran Fetaj, edhe ki Shkupjani Meliqi, po, edhe ai i shkollës tonë. Kjo, Reshat Ramadani, Florent Ramadani, Arbin Zenullaj, Shefiti. To tre. Une prap jam i kënaqur me këto kushte. Me të vërtetë në këto kushte të punojsh. Luma, gjatë këtyre viteve, sa jetë e ekipi Shkëndijës, a ke menduar ndonjëherë më parë se ekipi mund të bëhet shampion bile 5 herë kampioni i Maqedonisë, të fiton Superkupën e Maqedonisë, të fiton 3 herë Kupën e Maqedonisë dhe të zhvillon dikund 67 ndeshje ndërkombëtare. Shqip, më para skeptik kum qenë. A duket si ëndër? Ama me ardhen e sponsorit Lazim Destanit, kum besov se dhe ndryshojnë shumë gjana, me të vërtet që ashtu ka qenë. Edhe kjo në suksesi ma i madh. Ende ekip në Maqedonisë në kam bën suksesi kur Shkëndija tash që e bani këtë suksesi. Këto janë meritat e në sponsorit. Mirë, po nuk duhet të haroar kur edhe udhëheqin me normal. Nuriman. Edhe ato s'duhet të haroar se për herë të parë shpallën kampion. Po. Nurimani Idrizi Bishi, po. Mirë ato, çdo kush që kanë qenë kanë kontribu, për të mirën e klubit. A ndjesh krenar tash, kur Shkëndija ka 5 tujti kampion, unë ndjehem shumë krenar. Superkup ka, 2 kupa ka, 3 kupa që shuhet. Po, se në ato rrethonat që ka qenë përpara, ne për herë kina pa pengesa. Derisa kum lujt edhe une, pengesat mëdha. Atash ma nuk ka pengesa. Une e di këtë situatën tash me Vardarin, nuk duhet të une shpesh e kumë sek, se Vardari... Ka pak eufori nga federata... Jo edhe federata, edhe ato u ka vabo monoton se Shkëndija, Trimlumi, Shkupi, Shkëndija, kampione, edhe ato nuk durojnë ma, ata nuk... Si e vlerëson suksesin e Shkëndijës këtë vit në garat ndërkombëtare ku arriti deri në play-off ose në fazën e 16 të finaleve në Ligën e Konferencës? Sukses më i madh, nuk ka ku të shkojë. Sipas traditave, gjanave të tjera, klubeve të tjera, ne me të vërtetë sukses më madh kina kohë. Kjo është historik. Si e cilëson futbollin në ligën e parë të Maqedonisë sot? Futbolli i Maqedonisë sot, për mu vetëm 3-4 klube janë që janë edhe financiarisht mirë edhe kanë lojtarë, kanë disa ekipe janë, mund të thëmë se ligë e ditë, atë i bashkë mund të krahasohen ata. A mendoj se me një skuadër si që është Shkëndija e fort dhe me një Vardar të fort, jo me ndihmën e qetë kuj, por me një Vardar, futbolli Maqedonisë do të ishte edhe më cilësor? Po. Shqip, une shpesh e këmë cek, politika duhet largohet për sportit. Nuk mundes politika me sportin. Në të udhëheqin sportistët, une e di se ki djali tash kryetari federatës, nuk vendosaj. Ka njës ma shpinet që ka punojnë, vendosin ato, se unë e njohat Gjalioshin, kina lujt bashkë në futbol, edhe të Balkani, edhe të Araqina ka qenë. Edhe më kujtohet me Shkëndinë Araqinës,
di kartonët kuq çka I morën Qatip Osmani apet Kurtishi, ne me 9 lojtar me qitën barazimin. Po, ma për kraje madhe, 15.000 vetë. Je një kohë gjatë në futboll. Çka I mungon futbollit Tetovës? Futbollit Tetovës, infrastruktura është ajo pneumonia. Smundja më e madhe. Smundja më e madhe, ajo është. Mas vijnë gjëra tjera, ama ajo është prioritet, se për të punu akademia duhet të kese kushte. Kushtet janë pneumonia. Ne shembull që vetë klubi jonë ka dalë në Evropë, ka pa shumë, bashkë kishte një video Faton Zilbeari, Samsun Sporin. Mirë ato janë shumë para, kanë shkuar ato. Neve na duhet, edhe neve na duhet është. Ne duhet të shfrytëzojmë Lezim Destanin derisa ne ëndrojmë që ky stadion që kemi të ndërtohet edhe të jetë gati që Shkëndija të zhvillon ndeshjet ndërkombëtare në Tetovë. I vetmi njeri ka dhënë kontribut madh. Sa mune krit kanë dhënë kontribut, ama sigur që ka dhënë. Janë sponsorin më I madh në Ballkan. Po. Cilët futbollist do t'i veçoni si futbollist më të mirë të gjitha kohërave në ekipin e Shkëndijës? Po, ke Qatip Osmanin, Ferhan Hasanin, Agim Ibrahimin, ka lojtar shumë që me të vërtet janë faktikisht I ke patë Ibrahim. Legjendat vërtet, Agim Ibrahimin, Ferhan Hasanin, reprezentacius Maqedonisë. Tani kemi edhe Besar Ibrahimi. Besar Ibrahimi. Edhe ai gollçonuesi më I madh në historinë e futbollit të Maqedonisë. Edhe do të kalojë shumë kohë që të dikush ta mbrejë. Suksesin ata. Ai do të mbese vite me radhë legjendë e futbollit të Maqedonisë, sa I përket si goleshënues. Po cilët trajner do t'i veçoni? Për shembull, kemi Qatip Osmanin që ka fituar 3 tyti kampion, ka fituar Superkupën, ka fituar edhe Kupën e Maqedonisë. Kemi Jeton Beqirin, I cili ka arritur suksesin më të madh në historinë e Maqedonisë. Tash krahas këtyre, cilët edhe trajner tjerë kanë dhënë kontributin. Unë shpesh e kam thek, Tetova ka trajnera. Mos e mohojmë punën askujt. Qatip Osmani I përmende sukseset, Jeton Beqiri. Kina ne gjenerata tjera, shqipsh tash Eren Selimi, ishte me gjeneratën unë në mëjtë, kishte sukses, për këtë gjeneratave kishte sukses, tash është zavendës I selektorit. Në stafin e seleksionuzi, pa. Du të thamë, kina trenera. To një problem të ne, se do nërë me eufori njerëzit tonë, na duhem prej jashtë, si ato prej jashtë, si ato të vendit. Sukseset, edhe Qatip Osmani nuk I ka rritën, duke rritën ka rikë, se Jeton Beqiri këtë sukses historik që ka e bani. Bashkëpunëtorët e vetë, edhe udhëheqësia e klubit, sponsori I klubit. Luma, sot është data 11 mars, do më thonë edhe 15 ditë, vjen 26 marsi, ku 3 kombëtarët, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova do të zhvillojnë ndeshjet e play-offit për kualifikim në botror kundër Polonisë, Danimarkës dhe Slovakisë. Sipas juve, cila nga këto 3 kombëtare ka gjasa më të mëdha për të kualifikuar në botror? Kur të analizosh se tash nuk ka si më para, se ne më para ishte Maqedonia ku lujte me Luksemburgin, ifshim ka 10 golla. Tash vish me Luksemburgin e mund të humbish edhe ndeshjen. Këto nuk ka favorita. Këto ka dekesë edhe befasia. Unë mendoj se edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia gjasat I kanë reale për të kaluar. Të shpresojmë. Do të ishte një sukses I jashtëzakonshëm për futbollin. Në rajon, po. Se Danimarka kanë qenë më para, Danimarka, Slovakia, Çekia, ato. Mirë po, dal nga dal, Shqipet tash kanë ardhen shumë reprezentacione që kanë marrë përvoja, kanë kalu shumë. Për atune thamë që mund të kese befasijat më dhaja. Luma, ju keni fëmijë,
A merren fëmijët tuaj me sport edhe a vazhdojnë traditën tuaj apo do të vazhdojnë ndonjë nip? Shif, shamanune, edhe kur ka lind djali, bisedat e vëllezërve, të familjes, pregatit e djali, këtë, jo, këmë thanë une për futbol, jo, në vazhdoj shkollën, vajza edhe ajo me sport sa marë, e kam vazhdu shkollën, fakultetin, mirë po djali u punësu në Federatën e Futbollit Majonisë, 13 vite ka punu aty, tash me ardhen e këtij krijetarit, nuk u pajtu në disa gjana dhe u detyru të largohet. S'ka në largimi pa tjetër. Nipi? Nipi, tash 5 vjeçar, dhe të shofim, të nipi besoj dhe... Besoj se mund të kalon gjishin. Unë e ku patën e gjallit Azës në Sarlumën, a i ka qenë edhe të shkolla edhe të ekipe parë, pa pas në Hozim, në Borec, në Vosk, mirë pa me kalimin e kohës u dëshpëru pak edhe u largohu për futballit. Nuk ka dëshpërim, futbol duhet punësh, vetëm puna. Si të ishin më të vjetit, punët që të selamet, edhe të shkjo. Do kush minjerë preket, o pse s'luj për e fillimi, jo pse rezerv, jo pse së me prast, rasti dhe vinje. Sikur edhe njerë të bësh i ri, a do të lojshe futbol, apo? Po. Atëhere? Po, ma mirë me futbol, me sport miresh, une nuk du që kretë fëmijët lujnë futbol, duhet edhe basket, volejbol. Une së të dilem kujtojt qendra sportive, ka që për para fusha basketbolit, handbolit, futbolit, kështu ishte. Qendra e vërtet sportive, a? Edhe tash nuk është ajo. Edhe futbol i lagjeve ka humbur. Parat edhe s'ka talenta si ma para. Ma para tanë ditën futbola lujtë. Tash kanë dalën jo telefonat, kompjuterat, probleme fëmijët, kjo është. Mbi 30 vjet në sport. Çka ka fituar Ibrahim Luma nga sporti krahas famës që ka njohësi? Une fitimi për të hollat më bisedojmë, nuk kanë qenë në pyetje. Shoqëria, ajo, mas shumë ti që ajo ka mbetën, takosh me kolegë, shok, që ke lujtë bashkë ose kundër, çdo herë bisedojmë këtë gjanat. Se keni pas për krahjen e familjes tuaj për këto aktivitete sportive? Unë ta tregova rastin, prindjem ndroi jetë edhe se ka ditë se unë merrem me futboll. Se ishte, më para ka qenë shumë e vështirë. Prindit më shumë ti janë bazu me mundjen, se mundja pelivanat kanë qenë atë kohë, për futbolin kundër kanë qenë këtë familje, edhe axhallaret edhe prindjem. Mirë po, une... Ti vazhdove, a? Vazhdova. Dhe je i knaqën ma që ke arritur deri më tani? Jam i knaqëm se nuk këm patë për krajën e askujt, se ta kesh për krajën e do kujt, si tash une shoh baballarët i binë fëmijët ati i marrin, une shpesh vacek i fëmijët, o gjema, punojni se shqipet o baballarët, bujnë harxime, me dvete harxime bujnë, interesohen për ju. Sa është interesimi i të rive tash për të ndjekur futbolin, për të kiqur në akademinë e futbolit, jo vetëm në Tetov, por dhe ma gjerë? Shqip, ka interesim. Të veçani Shqip, shkollat private kje plot në rajonin e Pollogut. Plot kje. Ajo është edhe mirë. Ma mirë fëmijët miren në sport se ta dalin shetisin rrugëve, kafeterive, ajo është shumë ma mirë. Luma, bisedojmë mbi 30 minuta e më tepër. A kemi harru diçka që pjesëm që ndoshta opinioni duhet të dije për karrierën e Ibrahim Lumës? Shqip, unë karrierën e kum fillu në Tetex, pastaj në ligën e tretë vërtajnë e Bërvenicës, pastaj kalova në Luboten edhe karrierën e futbollit e përfundova të Shkëndija. Ajo kënaqësia më e madhe. Dhe jeni i kënaqur gjithsesi? Vetëm edhe ajo ndeshja me Slobodën e Saraqinës ka qenë me vërtet 8.000 shikues. Unë pas përfundimit të ndeshjes kur kum pa Indjeri Irfan Xhelili Tuqa, shokët e tij, ajo sarohet kum njerë.
pas 10-12 vite aktivizimi i klubit, se unë për atë sekat kanë meritat më doja, ato generata 79. Dihet se atër çfarë presioni kanë bën, kanë burgos njerëz, kanë sulmu policia, këtë organizume ka qenë ajo. E vetëm që i shqiptarët mos kenë klub shqiptar. Mos avancohen. Dhe sot e kësaj dite ka tentime të tilla. Ka tentime të tilla. Për fat keq, ha. Për shqip ato nuk janë kundër Trim Lumit ose arsimit, krejt kundër Shkëndijës. Shkëndija u pengon. Po, edhe të tolla. Për herë të tolla ka qenë qendra e... Si komentojsh këto rastet e fundit kur në tribunat e stadiumit në Teto, kur luan Shkëndija, kemi një numër shumë të vogël të tifozëve. Pse ndodh kjo? Shqipe, ne pak edhe është edhe orari i ndeshjeve. Ndeshjet i zhvillon ditët e hanat, martat, ditë pune, tash është një situatë e keqe, njerëzit luftojnë për kafshatën e Bukës, edhe për atë arsye. Tash në rrethin e tretë të gjitha ndeshjet do të zhvillohen për gjatë një dite. Po, edhe pak është Shkëndija ku luan derbi Vardarin, këto ekipet e mëdha, ka shikues, nuk se nuk ka. Nuk ka ajo euforia e mëparshme. Te ligën e tretë, para mendo reprezentacioni i Maqedonisë, ne kur kena luajtur me Fortunën, kanë bën përgatitjen te to stadionin e ri, edhe rishin të Arabati atje në restoranet, edhe ato kërë kam përcjell atë ndeshje, mu Zhera Serafimovski ishte me reprezentacionin, më tha, luma tha këtë se kom përjetu kur njëherë, thot ne lumë shtetet mëdojme, kjo nuk ka ndodhë kur njëherë, me duhet e qështu, ligë e tretë. Po, stadiumi i... Në Shkup është mbushur vetëm me ndeshjen me Gentin edhe pastaj edhe sadopak edhe me Milanin që luajti në Shkup. Ndërsa ndeshja tjetër Shqipe ato kënaqësi e madhe kur bish Milanin e bishte në Shkup. Ajo po ishte te Milanin, Gentin edhe ekipe. Unë për atë them sukses i madh. Suksesi i madh. 67 ndeshje ka lëvizur ti ke klube me 100 vjet tradit, po ende as kampion sa bo, jo bjere Milanin e... Për në fund, cila do t'ishte porosia e Ibrahim Lumës drejtuar të rinjve të cilët pretendojnë që një ditë të bëhen sportist, të merren me sport, gjithësisht me futboll? Propozimi jam është që ato fëmijët, jo vetëm futboll të miren me futboll, se ka sporte tjera, kena ne legjendën Durim Luma, punon me volejbolin, duhet të në volejbol, duhet të në ta kena një klub të në boli, basketbolit, kret e atletika. Në dëgjë se atletika funksionon. Porosia jote është që të rinjt të merren me sport, pa marrë parasysh se cilin sport. Se ka fëmijë, jo, unë du vetëm futbolin nuk... Për mu është, më rëndësi është që fëmijët miren me sport. Largohen rrugëve të këqija, kafeterive, se tash kjo gjenerat e re është pak si problem. Luma, atëherë për në fund, unë në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha të falenderoj që ishe i ftuar në emisionin me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Edhe unë ju falenderoj për këtë intervist, a veçanisht të kohës, kjo është herë e ditë që vi këtu, kjo ka ndodhur në herën e parë ku ka qenë të ndërtesë e vjetër, atëherë lojën e fundit e kina pat me mërgimin e Kumanovas. Kina qenë unë Ibrahim Osmani, Qatip Osmani në emision, kur ka ndodhur ai rasti që u bë ajo, edhe u anulloi ndeshja. Falenderit edhe një herë, ndërsa ju teleshikues të nderuar deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe miru pa.